është nukleus I cili është formuar nga një mbretëresh e ndërrimit të qetë. Shohim çfarë pjelli ka. Ju thash se është mbretëresh nga një ndërrim I qetë. Më thonë ndarja është bërë me çibuk. E kemi marrë atë qibukin dhe e kemi bërë një ndarje. Shohim çfarë pjelli ka një mbretëresh që lind nga ndërrimi paqësor. Të nxjerrim kornizën e mesit. Me shumë kujdes. Okej. Pjellje, ushqim. Këto qelia që janë bosh janë me mjalt, nuk e di sa vërej në kamerë. Por janë me ushqim. Para që janë bosh, kurse këtu kemi vezë. Po, vezë të reja. Shohim edhe një kornizë tjetër. Edhe ja pjellja me pastër. Pjellja e pastër e një mbretëreshe nga qibuku I ndërrimit paqësor. Ja. Mbretëresha është e pashënuar. Perfekt. Kjo është edhe dobia e ndërrimit paqësor në qoftë se I kap një çibuk për arsye se janë shumë cilësor. Sepse kolonia nuk bën shumë çibuk, mund t'i bëjë 2-3, maksimumi 5. Në këtë rast kemi pas vetëm një, edhe ki ka qenë që I kemi më. Perfekt është. Më thonë ka cepëm cep me pjellja. Kjo duhet qetë me ushqim. Po, nektari I hapur është. E afrojmë këtë. Mos ta lëmë edhe këtë kornizën e qoshit. Pa e kontrollu. Kolonia ka hedhë vezë. Komplet është me pjellje të hapur. E di se nuk duket në kamerë, por ju them se komplet është me pjellje të hapur, nga kjo në kemi, këtu kemi komplet vezë, këtu pak polen dhe ushqim. Mbretëresha nuk na intereson prezenca e vezëve, mjafton me kaq. Kjo edhe do dimrojnë këtë formë. E thejmë kornizën ku ishte. E hedhim edhe njësi mësë shohim mbretëreshën. Është e zezë. Në ngjyrë nuk është. Nuk më intereson. S'ka problem. Thjesht dashta ta ndaj me ju, me pa cilësinë e një mbretëreshe, siç thash, nga ndërrimi I qetë. Duket se kolonia është e strëmbusht me blet. Perfekt. Tu kemi ushqimorin në rast krize ushqimi, edhe pse nuk kemi ushqim. Nëse ju ka pëlqyer video, na jepni një like, mbetini të përshëndetur.